Nëse njerëzit ju pëlqejnë, ata do t'ju dëgjojnë. Nëse njerëzit ju besojnë, ata do të bëjnë biznes me ju. Inteligjenca artificiale mund të shkruaj postimet tuaja, por nuk mund të fitoj besimin e klientëve tuaj. Tregu është mbushur me përmbajtje perfekte, por që nuk thon asgjë. Përdoruesi i sotëm e ka stërvitur syrin dhe i bën skip çdo reklame klasike në fraksion sekonde. Pyetja për çdo biznes në 2026 është: si të bëhemi të besueshëm në një botë digjitale? Përgjigjja nuk është dizajni perfekt, por është njeriu. Sot konsumatori shqiptar kërkon vërtetësi. Ai kërkon një fytyrë, kërkon një zë, kërkon një opinion real. Ja pse kjo strategji po dominon tregun dhe fytyra po mund logon. Duhet muaj të tërë që një klient të besojë një faqe të re, por duhen vetëm pak sekonda që ai të besojë dikë që e ndjek dhe e respekton. Kur një brand ambasador tregon eksperiencën e tij, shitja ndodh në mënyrë natyrale. Një content creator nuk bën reklam. Ai tregon një histori ku produkti juaj është zgjidhja. Kjo është edhe përmbajtja që njerëzit nuk e bëjnë skip. Influencer marketing nuk është një postim i rastësishëm, por është një brand ambasador që bëhet pjesë e rrugtimit të biznesit tuaj. E-media creative nuk ndërton vetëm fushata. Ne krijojmë besimin mes jush dhe audiencës. Marketingu ka ndryshuar. Biznesi juaj e ka një zë njerëzor? E çuna, bëjmë dhe herë. Jo, se ishte mirë.